Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 14 prill 2025. Dashi. Në dashuri jeni më të qetë. Tani po kërkoni partner të rinj, bashkëpunëtor, njerëz që janë të gatshëm të ndajnë me ju projekte të shkëlqyera. Demi. Një ditë plot takime interesante për dashurinë. Rinovimet e mundshme. Binjaket. Ju mund të merrni pak kohë për të reflektuar. Mundësi të shkëlqyera për ata që kërkojnë situata të reja. Gaforja. Një ditë e veçantë, një projekt mund të ndryshojë në minutën e fundit. Ne nuk duhet të mbyllemi në shtëpi ose të jemi pesimistë. Mbaj mend që vullneti mund të bëjë më shumë se yjet. Luani. Për sa i përket punës, ju ktheheni në protagonist. Në dashuri ka më shumë dëshirë për të ndërtuar diçka të rëndësishme dhe edhe ata që janë ndarë tani kanë mundësi të reja. Virgjeresha. Bashkëfaqësi dhe miqësi, këtë do të dëshironi. Në punë duhet të keni më shumë besim të vetja dhe të ngjarjet. Peshorja. Ditë konfliktuale, planifikoni pak pushim. Është një ditë kur mund të gjesh veten kundër dikujt. Akrepi. Në punë disa negociata zgjasin shumë, me sa duket për të vazhduar një projekt të caktuar dëshironi të keni më shumë garanci që keni vështirësi t'i merrni. Shigjetari. Sot do të keni një mundësi të shkëlqyer për të provuar të ndreqni një lot në dashuri. Për ata që punojnë me kohë të pjesshme ose me komision, të ardhurat të vogla vijnë. Britsjapi. Dita hapet me disa dyshime dhe mbase shumë eksitim. Pasdite dhe trazira të mërzitshme në ajër. Ujori. Nëse keni debatuar në dashuri, tani i ktheheni këshillave më të buta. Ditët e ardhshme vënë në pikpyetje shumë gjëra, ndoshta edhe rolin tuaj në familje apo një situatë pune që ka mbetur pezull. Peshqit. Dashuri pozitive, shqetësimi mund të jetë një këshilltar i keq, është në rregull të përdorni diplomacinë pa e tepruar dhe pa qenë invazive, duke i lënë partnerit hapësirën e nevojshme. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.